Mirëmbrëma, sot në Gjiro me Syqin do të kemi një intervistë me një thonë i ri prap, pa i ri është, por ka dhe pjekurin e një të moshuari nga eksperienca që ka gjatë këtyre viteve që merret me shoqërinë civile dhe sfundi ka krijuar një parti. I ftuar i radhës në këtë situatë nxehtë, kur jemi edhe 4 ditë para heshtjes elektorale, dhe të dielën shqiptarët do të shkojnë në kutitë e votimit, ku do të votojnë për qeverinë e ardhshme, ku sigurisht do të jetë o partia në pushtet, partia socialiste, që edhe mbas pollëve ka mundësitë më të mëdha që të formojë prap qeverinë e vetme, ose opozita. Por çfarë tregojnë deri tani pollë, faktet, nuk do të ndodhë një përmbysje e tillë, por mund ndodhë tjetra, që Partia Socialiste nuk mund të plotësojë numrat 71 dhe mund të ketë nevojë për këto partitë e reja, apo të vogla, apo kështu që sonte do të kemi zotin Arlind Qorri, apo shokun Arlind Qorri. Si e keni partitë? Zoti as shoku, mua më thon gjithë në emër, edhe brenda partisë dhe jashtë partisë. Është dhe i shenjë kjo një lloj rinie, se kur të thret në emër dikush tregon që si thua, një lloj afërsie. Nuk i keni këto formalitetet në parti. Jo. Bides edhe në rrugë më thrasin Arlind gjithë. Ashtu. Më pëlqen. Atëherë, ju keni krijuar në fillim lëvizjen bashkë, si aktivist i shoqërisë civile, si aktivitet i shoqërisë civile. E tani e keni kthyer në parti politike. A mendoni se Shqipëria ka më shumë nevojë për një shoqëri civile të fortë nëpërmjet krijimit të një vedije për të ndërgjegjësuar dhe qytetëruar ne si shoqëri, se sa për parti politike, sepse partitë politike të cilat janë bërë 200, unë mendoj që kanë krijuar një inflacion dhe kanë krijuar një lloj indiferencë deri në veri e karshi politikës. Shqipëria ka nevojë edhe për shoqëri civile të fortë, edhe për parti të vërteta, të ndershme, që përfaqësojnë shtresat e mirëfillta të shoqërisë. Ne kemi qenë për 12 vjet aktivistë asaj që e quanim organizata politike, një grupim kryesisht të rinj, studentësh, pedagogësh, punëtorësh, dhe jemi marrë shumë me ndërgjegjësimin e shoqërisë. Jemi marrë shumë me drejtat e punëtorëve. Kemi organizuar pafundësisht protesta, greva e punëtorët, me studentët, me njerëz të thjeshtë. Ne pas 12 viteve aktivizëm në këtë kuadër, themi jashtë partijak, arritëm përfundimin që duhet të hidhim një hap më shumë. Duhet transformoheshim në parti politike pa humbur vitalitetin e aktivizmit, sepse lufta do e bërë jo vetëm jashtë institucioneve, jo vetëm me proteste, jo vetëm me greva, jo vetëm në përpjekje për ta ndërgjegjësuar shoqërinë, po edhe për t'i dhënë shoqërisë mundësinë që të votojë në mënyrën e duhur. Shqipëria ka vërtet 200 parti, por nga këto 200 parti, 190 ca nuk ka mbet as nami edhe as nishani. Edhe jo më kot në këto zgjedhje ka 10 apo 11 parti apo koalicione, nga cilat përsëri disa prej tyre janë inekzistente. Shqipëria ka nevojë për një parti të vërtet, ka nevojë për një parti që përfaqëson punëtorët, të rinj, pensionistë, shtresë të mesme, po megjithatë ka nevojë për një parti që beson ideale, dhe kjo është lëvizja bashkë. Unë mendoj që ne kemi arsye pse ekzistojmë politikë, kemi arsye karakteriale, po kemi dhe arsye programore. Ne zëm në spektrin politik shqiptar një vend që nuk ka zënë asnjëri. Vendin atyre që thonë të vërtetën me zë të fortë, që i kundërvihen jo vetëm sistemit kalbur politik, por edhe oligarkisë ekonomike, dhe nga ana tjetër kemi edhe një program që krenarisht na rendit tek ajo që ne i quajmë e majta demokratike. Se besoj që ky vend është komplet bosh në spektrin politik shqiptar. Në Shqipëri nga pikpamja programore ka parti ose të djathtës, ose siç thotë Edi Rama për veten, për të majtës dhe djathtës. Është herë e parë në këto 30 vjet paktën që në Shqipëri në këto zgjedhje ka një parti që identifikohet në të majtën moderne, me të majtën social-demokrate, me trashëgiminë më të mirë të smajtës perëndimore, se na duhet shumë, na duhet përfaqësojmë ata që deri më sot nuk janë përfaqësuar. Ju thatë që ju keni pas një aktivitet madh si shoqëri civile dhe ndërgjegjësuar të njërin tjetrën. Po mua nuk më rezulton kështu, sepse pikërisht ajo çka vuan shoqëria shqiptare sot dhe ajo çka politika sillet në mënyrë kaq të ashpër, banale, është edhe mungesa një shoqërie civile që nuk ballafaqohet me politikën. Kështu që unë nuk mendoj që është bërë një rezultat në ndërgjegjësimin dhe qytetërimin
e shqiptarëve nga shoqëritë civile. Ajo që ka vuan Shqipëria është pikërisht se ne nuk kemi shoqëri civile, nuk kemi ndërgjegje shoqërore. Dhe kjo që ndodh, korrupsioni, ndodh sepse ne në mënyrë kapilare jemi të vetë korruptuar. Pra, këtë politik e ushqen kjo lloj shoqërie dhe unë nuk mendoj që është arrit në rezultat. Në anën tjetër, ju thoni që jeni parti e vërtet. Dhe unë besoj që ju jeni parti e vërtet. Për ato që thoni. Nuk bi dakord, ta kam thënë dhe biseda private, nuk bi dakord me ato filozofin tuaj politike edhe doktrinën ekonomike, por të respektoj sepse ke një bindje. Dhe njerëzit që kanë një bindje duhet të respektosh, pavarësisht se mund të kesh kundërshtar, megjithëse në anën tjetër pajtohem me disa nga ato principe që keni ju. Dhe tash në këtë situatë, ju thatë e majta dhe e djathta. Se këte ja kam bërë edhe të tjerëve këtë pyetje dhe duhet ta shtjelloj. Mendoni ose në Shqipëri ka të majtë dhe djathtë, ose mendoni që në historinë e Shqipërisë është krijuar e djathta? Po tani varet si e përkufizojmë Sepse të djathtën. Qofse do ta përkufizojmë terma të marrëdhënieve të vjetra social-ekonomike. Sigurisht deri nga lufta e dytë botërore ka pas një djathtë, domethënë ato pronarët e mëdhenj tokave, çiftligarët apo edhe tregtarët e qyteteve të mëdha e kanë pas formuar një lloj djathte, megjithëse nuk do të harruar diçka e majta dhe e djathta që të kenë e djathta si është historia e të djathtës në botë, ku fillon, para revolucionit francez, ku ishte ato që mbrojshin monarkinë dhe këto latifondistët dhe dojshin shtetin me fenë, me monarkinë dhe rrinin krah djathtë. Të bëjmë një analizë historike. Pastaj ajo që bëri hobin ishte, më fal që po ju pres, ishte revolucioni industrial në Angli. Pra, a i kemi kalu në këto etapa, kur dim që historia jonë është nga një feodalizëm, në komunizëm dhe unë i them, jemi akoma në demokraci. Tani, është e vërtet që rrugtimi në historik ka qenë ndryshëm nga i vendeve të përparuara. Ne s'kemi pas as revolucion francez, as revolucion industrial, as në lëvizje të madhe iluministe, ndonse rilindja kombëtare i afrohet disi nga pamja intelektuale iluminizmit, as reformë të madhe fetare. Pra, na mungojnë shumë gjëra, po gjithsesi e majta dhe djathta janë kategori më të gjera, se po morën vetëm përvojën e Anglisë dhe Francës, gjithë bota del jashtë loje pastaj. Okay, historia është komplekse. Ne kemi pas edhe një problem të madh për ta ndarë mirë të majtën dhe djathtën, sepse na ka munguar demokracia ose pluralizmi politik. Mungesë pluralizmit politik. Kur ti ke një mbret apo një diktator, është e vështirë që pastaj forcat të rivalizojnë dhe të kërkojnë vota në bazë të përfaqësimit të stresave shoqërore apo të ideologjive. Gjithsesi, në momente të caktuara historike kemi pasur jehona të themi të smajtës e të djathtës. Në vitet 20 kishte një krah më përparimtar që mund ta quajmë më afër të majtës, kishte një krah më të djathtë që përfaqësonte le të themi këto pronarët e mëdhenj tokave dhe tregtarët e mëdhenj. Gjatë luftës botërore ka pas një lloj ndarje. Sigurisht nuk ka pas klasë punëtore të mirëfillt, as në një lloj borgjezie industriale që thuash kemi kontradikta si në Manchester. Nuk jemi aty. Por prap ka një lloj divergjence. Në vitet 90 për shembull ka pasi debat shumë interesant nga pikpamja ideopolitike midis PS-s dhe PD-s. Unë mendoj që ky ka qenë momenti i fundit kur ka pas një lloj kontrasti midis asaj që mund të quhet e majtë dhe asaj që mund të quhet e djathtë. Flas gjithmonë për vitet 91, 96, 97 pa e marrë ferra uratën. E sigurt është që pas 1997-s, partitë në Shqipëri dal nga dal afrohen, kanë të gjitha të njëjtin program, dhe e pamja social-ekonomie ky program zakonisht karakterizohet brenda neoliberalizmit, pra një rrymë të djathtës ekonomike. Jo djathtës politike, kulturore, por kryesisht të djathtës është dhe në botë. Ekonomike. Edhe nëpër botë ka ndodhur një proces i tillë. Dallimet ideologjike donse në botë larmia ideopolitike vazhdon të jetë më e madhe. Gjithsesi, pas 2008-s, pas krizës së madhe të asaj që mund të quhet kapitalizmit global, edhe e majta dhe me djathta nëpër botë kanë filluar të skaliten një çik më shumë. Edhe në SBA, fenomene nga një ranë si Donald Trump, nga ana tjetër si Bernie Sanders, tregon që ka më shumë diversitet politik dhe ideologjik. Unë po them, unë mendoj që se e kisha pyetje këtë për më poshtë, po shkohet në ekstreme. Po kësaj krize që ndahet një çik më fort e majta dhe e djathta, që nuk e di është dojmos i lajm i mirë apo i keq. Nga një pikpamje është lajm i mirë se po diskutohet më shumë për ide. Deri vonë politika ka qenë shumë teknokratike.
të gjithë njëjtin qëllim, të gjithë njëjtin program, edhe hajde konkurrojmë kush ka, si thua, metodën më praktike për të realizuar të njëjtat qëllime. Ndërkohë që politika sot është më edhe në botë, po mendoj dal nga dal edhe në Shqipëri, ka më shumë vend për ide, ka më shumë vend për kontradikta që nuk janë thjesht kontradiktat personale, por janë kontradiktat të përfaqësimit të shpresave ndryshme dhe të ideve. Lëvizja bashkë nga kjo pikpamje po kontribon mjaft në spektrin politik shqiptar, se po flasim për çështje për cilën nuk ka folur askush për 30 ca vite. Për shembull, një nga çështjet tona kryesore është çështja e punës, e punëtorëve, drejtave në punë. Asnjë parti nuk e vret mendjen për këtë gjë. Flasim për kodin e punës, për përmirësimin e kodit të punës, për lehtësimin e organizimit sindikal të punëtorëve. Jemi marrë shumë me pensionistët, me të rinjt, me shtresën e mesme, pra me çështje që ose nuk janë trajtuar fare ose janë keq trajtuar. Dhe mendoj që po japim një kontribut shumë të mirë në politikën shqiptare, se po shtrojmë çështje për debat. Dhe kjo është e rëndësishme, pavarësisht rezultatit një partie në zgjedhje ose jo. Është e rëndësishme që të fillojë të flitet përmbajtësisht për politikën dhe jo thjesht ti më the këtë gjë, dje mua do të them unë do të përmend gruan, ti do të përmendesh kunatën. Kjo janë nivelet banale që jo vetëm mungon ideja, po janë dhe një metodë për të denigruar kundërshtarin që nuk sjell atë neverin që ka sjell. Tamam. Megjithatë, edhe nga vetë biseda, filozofia dhe doktrina juaj politike ekonomike konsiderohet si ekstremit majt. Ky eksperiment 80 vjeçar ka dështuar me sukses dhe ka vërtetuar që sjellin jo vetëm rrënim ekonomik, por shkatërrojnë dhe njeriun. Dhe më mirë se kushdo e dim ne shqiptarët. Përse mendoni se do të keni sukses dhe do t'ju mbështesin për një ide që është e parealizueshme, utopi? Ja të bëj disa saksime. Idetë tona nuk janë ekstreme, nuk janë utopike dhe nuk janë të parealizueshme. Paktën kështu konsideroheni në opinion. Kundërshtarët tanë duke mos ditur ku të kapen fare me ne, as në karakterin ton, as veprimtarinë ton, kanë krijuar këtë dordolecin e ekstremit apo e komunistit që do të kthej historinë mbrapa. Jo. Modeli i frymëzimit janë demokracitë e Evropës veriore. Nëse vendet skandinave janë komunistë, atëherë ne na ka marr, si thua. Po mirë, ata kanë një proces shumë gjatë që kanë arritur deri aty. Edhe ne duhet ta nisim diku. Këtë po them, ne duhet ta nisim diku. Pra, modeli i frymëzimit është një ekonomi tregu sigurisht, po një ekonomi me institucione të forta sociale, me përkujdesje për shtresat nevojë, për drejtat në punë. Ne besojmë shumë te konkurenca e lirë, po jo te oligarku që mbyt tregtarin e vogël. Unë sot kam qenë te tregu i qytetit të nxënësve. Ishte vendi ku më shumë se kudo tjetër më kanë përmendur oligarkët. Tregtarët më thoshin na mbytën oligarkët. Pse? Se qendra e madhe tregtare mbyt biznesin e vogël. Prandaj po them, na duhet një model i ri i zhvillimit ekonomik, një model ku investimet orientohen më shumë tek bujqësia, tek industria, tek shërbimet e kualifikuara, se thjesht te pastrimi i parave apo fitimi nga sot nesër nëpërmjet sektorit ndërtimit. Kush do të jetë masa që do të merrni ju për këto që i quani oligark? Kur po të kemi parasysh këto oligark në tojza, se oligarkia mendoj është shumë ka oligarkën, nuk mendoj. Ka njerëz që mendoj unë, patjetër debatojmë. Mendoj unë, po ka njerëz që kanë pas favore nga pushteti pa diskutim, ka njerëz që kanë përfituar nga pushteti pa diskutim dhe kjo ndodh, po të garantoj edhe në Amerikë. Ndodh kjo. Ndodh. Se jam dakord me ju, nuk është kapitalizmi amerikan, nuk është ekonomia tregu njësoj si në vendet skandinave që thoni ju. Edhe unë jam për atë, unë domethënë jam parimet e mia jam konservativ në ekonomi, por jam liberal në çështje sociale. Dhe sigurisht edhe ky problem është edhe në Amerikë, se që është krijuar një lloj oligarkie financiare që e quajnë fashizëm financiar. Pra, ky është problem gjithë botën. Mi po, siç thash, ne kemi djegje të hapa dhe ne vetëm jemi ca bayraktar të vegjël ose ca feudal të vegjël në këtë Ballkanin që është ty me mjegull. Tashti çdo të bëni ju me këto oligarkë, si do t'i godisni, do t'i lejoni të punojnë, sepse do të krijoni një tension tjetër social. Nëse do t'i hiqni Zamirmanes 3000 vet, do t'i mbyllni bizneset, Lucës 2000 vet, atij tjetrit 5000. Do të krijoni një tension tjetër social. Dhe si do t'ja merrni këto pasuri? Prit një minutë. Edhe një herë. Çfarë do bëjmë ne oligarkia? Se nëse kanë pas një favor, po edhe kanë punu këta njerëz, edhe kanë bërë tregti. Përgjigjem. Okej. Ne besojmë shumë te shteti i drejtës. Që do të thotë, ty nuk të qepet kryeministri me të futur në burg apo me të marr pasurinë. Kjo kohë ka kaluar. Unë këtë se besoj, pak për Ramën nuk e besoj. Po jo, as ne, edhe një herë, as ne. Ne nuk besojmë tek një qeveri apo një pushtet ekzekutiv që shpronson
njerëz apo që fut në burg njerëz. Po mendoni se Rama sot Po jo nuk mendoj që po e bën Rama, jo po them se ne na akuzojnë që po erdhën pushtet, do bëjmë namin, do po them, ne besojmë te shteti i drejtës. Që do të thotë, ata që kanë shkelur ligjin. Dhe unë mendoj që oligarkët e kanë shkelur ligjin, por nuk e vendosun. Qoftë dhe si kryeministër nesër, do ta vendosin institucionet e pavarura dhe të fuqishme të drejtësisë. Spaku, GKK-ja, institucione tjera që do hetojnë pasuritë e vëna në mënyrë të paligjshme dhe do marrin masa sipas ligjit. Po edhe Enver Hoxha 46 me gjyq i boni. Priti minut, se ne jemi. Edhe Enver Hoxha 46 me gjyq i bëri. Enver Hoxha i bënte me gjyqet ku paracaktonte vendimin. Më kupton? Sepse aty nuk kishin pushtetet e ndara. Ne jemi për një rend kushtetues ku pushtetet janë të ndara. Pra, nuk vendos as parlamenti, as kryeministri se kush do futet në burg dhe kush ka vënë pasuri në mënyrë të paligjshme. Un kam një mendim, kam një opinion për paligjshmërinë e pasurive të tyre. Mirë, po do jenë institucionet e pavarura të drejtësisë, ato që unë shpresoj që do bëjnë punën e tyre dhe do ndajnë shapin nga sheqeri. Dhe nëse rezulton që një pjesë e pasurisë është vënë në mënyrë kriminale, është vënë në mënyrë korruptuar, është vënë në mënyrë të paligjshme, vetë kuadri sotëm ligjor kërkon që ajo pasuri t'i kthehet viktimës, që do të thotë popullit shqiptar. Sa e sa koncensioni janë dhënë në Shqipëri, me kosto jashtëzakonisht të larta. Pse të mos e bëjmë një hetim të pavarur, po them edhe një herë, që i heton këto koncensione. Si e garanton këtë hetim pavarur? Si ata që e kemi Spakun. Kush është mendimi juaj për Spakun? A ka segmentet Spakut që po veprojnë një anshëm politik? Unë di të them që Spaku ka hedhë disa hapa të mirë përpara. Ende nuk po bën dot gjithë punën që do duhet bëj. Edhe për faktin se unë mendoj që ka shumë presion politik. Pra, ndaç nga Edi Rama sot, ndaç nga Sali Berisha, jashtë, ka një presion shumë të madh politik. Po një drejtësi që i nështrohet presionit politik si mund të veprojnë në mënyrë të drejtë. Edhe një herë. Ky është një proces. Dhe unë mund t'ja paraste ka segmente, po. Ky është një proces. Jam dakord. Nga ana tjetër ka dhe disa arritje. Çfarë do të bënte lëvizja bashk po kishte shumicën qeverisë? Do i thosh institucioneve drejtësisë, nga ne nuk do ju bjerë telefoni kurrë për asgjë. Ja ku është kuadri ligjor, po doni e përmirësojmë dhe kuadrin ligjor, vendosim dhe institucione tjera mbështetëse për ta luftuar korrupsionin, evazionin fiskal, të gjitha këto probleme që po e gryjnë ekonominë dhe shtetin shqiptar, dhe ju bëni detyrën tuaj. Nuk do ketë asnjë prokuror që apo asnjë gjykatës që do marrë një telefonat nga dikush, nga Lëvizja Bashkë, nga unë apo kushdo tjetër për mënyrën se si vendos. Ne besojmë shumë tek shteti i drejtës. Këtë dua të them. Po këtë e thot dhe Rama. Po Rama thot nuk do të marrë, po nuk ka dalë në një nga Spaku që të thotë Rama më ka detyruar, më ka telefonuar, më ka, domthon nga Spaku nuk del. Se bëhen, se nesër të njëjtën gjë do të thoni dhe ju dhe do t'i thoni Spakut bëj këtë veprim. Pra, bëj një krahasim midis vetes dhe Ramës. Kur u fut Erion Velia në burg, ndryshe nga Rama, ju nuk keni provuar pushtet. Rama doli dhe ç'nuk tha për prokurorët e Spakut, ç'nuk tha për prokurorin, për gjykatësin. I kërcënoi, i shantazhoi, çoi turmën para Spakut. Edi Rama Erion Velia ka çuar turm pas ky është presion. Kur nga neska për të pas diçka të tillë. Ajo ishte një goditje sigurisht e rëndë. Po nëse do mendimin tim, edhe për Ilir Metën, edhe për Erion Velin, tetoheshin, por arrestimi në mënyrë të tillë. Po pse? A është brenda ligjit? Tamam. Jo, sepse ka një gjë, ti e di shumë mirë. Tash në New York, kryetari i Bashkisë New York, majori i qytetit, ka 12 akuza. Vazhdojnë gjyqjet. Por ai vazhdon, vazhdon punë, vazhdon si kryetar bashkie deri kur vërtetohet që do të dalë. Po ai di pse arrestohen këta, sepse këta prishin provat, sepse këta kërcojnë dëshmitarët, sepse Spaku ka mbledhur edhe nga burgu Erion Velia organizonte fushatën kundër prokurorëve. Po jo më janë dokumentat e Spakut. Se semon që prokurorët, po ku i ke pa dokumentat? Po i kanë pa në media. Po ç'është ky Spak që qit sekretet hetimore? Ç'është ky Spak që këtu ka bosh shkelje ligjore zotëri? Që këtu Spaku ka bërë dhe një Spaku dhe dy gjykatës kanë jo nuk kanë të drejtë. Dhënë të njëjtin vendim. Sekretin hetimor nuk kanë drejtë aqisin. Sekretin hetimor është me ligj dhe un kam pyet për këtë. Le të shkojnë të ankohen diku në një instancë sipër. Po ky momentin thyet procesi. Thyet procesi kur ti ke shkel ligjin, mrena ligjeve tuaja thyet procesi. Ajo është pjesë e hetimit. Mund të jetojë gjendje të lirë. Fakti që u bë para zgjedhjeve, unë mendoj që është goditje politike nuk po them nga Spaku, po nga segmente apo individ Spakut. Sepse mund të pritet të marrësh zgjedhje. Domethënë, po pse presim kur ai ka shkel ligjin dhe kur ai mund manipuloj prova dhe ai ku do të përdor pushtetin politik për të manipuluar zgjedhjet. Po të hyjmë ke ligjin. Pse do të kemi pa barazi para ligjit? Jo, sa s'kem barazi. Qoftë bëj diçka
Të rënd mua më kapin fishek për lecka që më fusin brenda. Atëherë, po të them një pyetje tjetër që lidhet me këtë. Ju flisni vazhdimisht për sistemin politik dhe për këto që cekët tash, domthon ajo përgjegjësia para ligjit dhe jam dhe unë me ju aty dakord që njerëz që kanë bërë gjëra të vogla fare kanë hyrë në burg kurse korrupsioni këtu është, ta pranoj korrupsionin. Ka qenë dhe është korrupsioni. Po ndryshe nga më parë që drejtësinë e kontrollonte realisht pushteti që ishte, sot me spakun ju hapën petët, jo s'ka pas korrupsion përpara. Biles mund këtë qenë shumë më i rëndë. Shumë mirë që po i hapen petët. Po, shumë mirë që po i hapen petët, jam dakord. Kush ka vu durët në buxhet shtetit, në paret e taksave të qytetarëve të shkojnë burg që ç'ke me te. Se ta pyesin veten dhe kjo është edhe një lloj që nesër juve nëse vini poshtë duhet vënë mendim prit se ai tjetri shkojnë burg. Tashti, mirë po ju flisi për ingranazhet e këtij sistemi. Ju vetë, si shoqëri civile, se çdo gjë do lek, do para. Nga jeni suportuar financiarisht. Edhe sot që jeni në fushat. Plus kohët e fundit që unë nuk i marr shumë për bazë, thashë themet këto të rrjeteve sociale, portalet e po flasin, janë dhe video biles janë shpërdar, nuk e di ajo kanë thënë që bashkëshortja juaj dhe kunata juaj kanë pasuri që kanë përfituar nëpërmjet sistemit. Jo, unë ja u thash unë vetë se çfarë thon dhe për mua. Por jam i detyruar të ja u bëj këtë pyetje që të jepni një përgjigje njerëzve. Ja ta japun përgjigjen. A ka pasuri bashkëshortja juaj? A ka pasuri kunata juaj dhe nga i ka këto pasuri? Ta japun përgjigjen. Po. Okej, tani nisim mirë me lëvizjen bashkë, se na pyete nga financohemi si parti. Nga kontributet e antarëve tanë, gjithçka është transparente, nga Shqipëria dhe nga diaspora, shumë njerëz japin para, dikush $5, dikush $100, i mbledhim ato para, printojmë fletushka, edhe ecim përpara. Pastaj kjo me bashkëshorten e tim është turpi më i madh. Gruaja ime quhet Eglantina Gollaj dhe punon për Organizatën e Kombeve të Bashkuara, degën e UNDP-s dhe drejton një projekt të rikonstruksionit të shkollave që janë rrëzuar nga tërmeti. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, menaxhohet nga UNDP-a dhe bashkëshortja ime është punonjëse e UNDP-s dhe rrogën e merr nga UNDP-a. Pasuria e bashkëshortes time është e njëjtë me mua. Kemi vetëm një gjë në pronën tonë. Makinën Toyota Auris, diku te €5.000 që kemi bler dhe librat në shtëpi. Jetojmë në shtëpi me qera prej vitit 2010 kur jemi martuar. Dakor? Bashkëshortja ime ka shtëpinë e prindërve, që është në pronësi të prindërve të tyre, në Shijak, edhe unë, mamaja ime jeton në shtëpinë e vet në rrugën Budi në Tiranë. Pa jo nuk është pasuria jonë. Kur të vdesin prindrit sa më larg qoftë, jo valla jetoj sa më gjatë qoftë, unë do bëhem gjysmë pronari i shtëpisë 60 metra katror te rruga Budi, ajo do bëhet gjysmë pronarja e shtëpisë në Shijak. Kjo është pasuria jonë. Më kupton? Tani çka ka ndodhur ditët e fundit? Ata që kanë frikë nga unë, ata që kanë frikë nga lëvizja bashk, kanë filluar të shpifin e të thonë që bashkëshorti Arlind Qorit punon për qeverinë shqiptare. Jo, punon për UNDP-n. Ka punuar bashkëshortja ime deri në vitin 2014, midis vitit 2004 dhe vitin 2014 ka punuar në Ministrinë e Integrimit Evropian. Prej vitit 2014 ka punuar tek Këshilli i Evropës disa vite, pastaj tek UNDP-a, tek Ministria e Integrimit Evropian, ka qenë nga ato administratore që ka arrit maksimumi tek vendi i përgjegjëses sektorit, se më lart nuk bëje dot pa qenë i partisë në pushtet, dhe ka kaluar nga 3 qeveri. Nga qeveria Nano, te qeveria Berisha, dhe pasaj, deri 2013-2014 te qeveria Rame. Në punëse shembullore e shtetit. Projekti që drejton bashkëshortja ime, është një projekt shembullor, i vlerësuar, shikoni dokumentacionin, nga institucione mbikëqyrëse ndërkombëtare, si projekti më i suksesshëm dhe më transparent i UNDP-s në botë. Është një administratore e shkëlqyer, është një qytetare shembullore e virtytshme, madje kur flasim për ndershmërinë, unë besoj që ajo është edhe më e fortë se unë, është edhe më e virtytshme se unë. Dhe e bukura është që në rrjetet sociale, ata që nuk kanë fytyrë, dhe ata që kanë frikë nga lëvizja bashkë, çfarë nuk shpifin. Flasi pastaj për unë kam kunat burr, i cili është emigrant në Gjermani. Ka ja 5-6 vite në Gjermani, deri para një viti punonte në McDonald's, shiste në McDonald's, më kupton?
E kupton çfarë llumi ka këtu? Të kuptoj shumë mirë se i kam vetë kurristo. I kam vetë kurrist. Do t'jap edhe një gjë tjetër. Kan thonë për mua që jam milionere, kan thonë për mua ç'as kan thonë, kan thonë që kam marrë tokë, s'kam marrë tokë. Ja them një gjë tjetër, se kam gjuar edhe një gjë tjetër. Isha i detyruar ta bëj këtë pyetje dhe më jep mundësinë të informoj publikun. Dhe i parë që ma bë këtë pyetje, unë vërtet falenderoj se s'kam pas mundësi. Po, unë këtë natyrë kam. Para 2 ditësh lexova njërin që thoshte vllai Arlind Qorit, thotë ka një pozicion drejtues në një nga këto kazinot e Tiranës. Vllai im është teknik kompjuteresh, vlla, klas punëtore. Punon një nga këto kazinot, rregullon kompjuterat. Merr asmerr ku dijon. Rrogën ku di 700.000 lekë, është teknik kompjuteresh, më kupton? Dhe këta thonë është drejtues. Ore teknik kompjuter, po u prish ajo makina, aty shkon me kaçavida edhe ndreq. Dhe thonë është drejtues te kazinoja. Pra këta njerëz që nuk kanë gjysmë gjëje për të gjetur tek unë tek familjarët e mirë, janë detyruar të shpifin pafundësisht, sepse kujtojnë që se ne jemi si ata. Jo, valla, ne jemi njerëz ndershëm. Ose duan bëjnë si ata nëpërmjet baltës. Nëpërmjet baltës, dhe kjo është aq e shëmtuar, do të falenderoj shumë që më dhe rastin që ta sqaroj këtë gjë publikisht, sepse për mua është shumë e rëndësishme. Arlind, unë e kam ta bëra pyetjen, sepse bëre shumë mirë që bëre pyetjen. Sepse unë e kam vetë në kurriz. Qa nuk kanë thënë njerëz që nuk kanë idenë për jetën time, njerëz nuk e din që qa kam kalu në jetë, dhe dalin sot, dhe flasin, dhe dun të hiqen si antikomunist, si të djatë, dhe më thënë, është një nivel kaq banal, sa jo thënë Churchill është brillante, por unë isha i detyruar ta bëj se jeni njëri që po shkoni për të zgjedhur. Shumë mirë bëre, se më dhe rastin të sqaroj dhe ata që duan të sqarojnë. Dhe ajo që thotë Churchilli që po t'i japësh, po të ndalosh për çdo qenë që le rrugës, nuk shkon destinacion. Por duke qenë se ju jeni disa ditë para zgjedhjeve dhe kjo është hapur në rrjetet sociale, isha i detyruar. Imagjino, është një fushat shpifjes që ka nisur ditët e fundit. Pra, e kupton, para ditës votimit. A di çka ndodh para 2 vjetësh? Ditën e heshtjes zgjedhore. Ditën e heshtjes zgjedhore që është e shtunë, Jeta është qef nga këto portalet e Facebookut. Ditën e heshtjes zgjedhore ka postuar një artikull enkas për mua, Soros, gjithë të pisliqe që ti s'ka as mundësinë të përgjigjesh se je në heshtjen zgjedhore. Ç'kishte do dali të shtunë në kësaj radhe, po se vras mendjen me qimasollën për mendje se e kisha. Çfarë mendon për Sorosin? Dhe a mendon se Soros ka luajtur aq rol aq fuqishëm sa që të kontrolloj State Departmentin, qeverinë amerikane për t'i bërë një dëm Sali Berishës, kur ky ka qenë vetë ai që e ka sjell Sorosin fillim, dhe padyshim pikpamjet e Sorosit sa aso nuk jam dakord, ato më kanë bërë dhe mua gjëna më që më pagu Sorosi. Po ti vesh rrjeteve sociale ose qend dhe çakejt që i hedhin partitë politike, që i kanë zyrat kes elitë e partisë dhe shkruajnë gjithë ditën me sulmu njerëzit, me denigru njerëzit, që ti frustrojnë njerëzit që të rriqen, atëherë këtu ka ti hyk kësaj pune, kështu që mund nuk më shqetëso më gjë. Unë mendoj që problemi është që desha them, çfarë mendoni ju për këtë? Pse e bën Berisha këtë? Dhe unë e di, se unë jetoj 35 vjet në Amerikë. A është reale kjo? Që Soros i kontrollon ka politikën e State Departmentit për ta bënë në grada Berishën? Tani, për mua Sorosi është oligark, me ndikim ndërkombëtar dhe si oligark është... Oligark i majtë? Por nuk ka oligark të majtë. Oligarkët janë miliarderë që kanë influencë të pa drejt në procesin politik. Dhe ne di shumë mirë që në SBA, oligarkët... veprohet me lobbying. Lobojnë shpesher kundra interesit publik, dhe në këtë kuptim, jo shpesher, po është edhe Sorosi, edhe oligarkët e tjerë në sistemin politik amerikan. Është kthyer në një makt kjo, bile du ta heqin ligin e lobimit. Sistemin politik amerikan bëjnë goxhat dëm. E kanë bërë dëmin already. Pa diskutim. Unë e konsideroj oligark dhe si çdo oligark jam thellësisht kritik edhe pa pikë në diskutimit. Sorosi a ka ndikim në vende si Shqipëria këto 30 ca vite? Një farë ndikimi e ka pasur. Sepse kanë qenë të pranishëm. Përmes shoqërisë civile, përmes financimeve, përmes quajtjes përpara, ku diun, të ideve të tyre, një herë kanë qenë më shumë me njërin krah, një herë kanë qenë më shumë me krahun tjetër, pa pikë në diskutimit. Po që të arrim përfundimin që është një dorë ande nga larg që gjithçka që ndodh në Shqipëri e përcakton ajo dorë, mua kjo më duket e tepërt. E tepërt për disa arsye. E para sepse këta zullumqarët tanë këtu kanë goxha pushtet brenda për të qenë kaq të ekspozuar ndaj atyre që vinë nga jashtë. E dyta, ka ca faktorë këtu që në përditshmërinë tonë ka më shumë impakt
se çdo i huaj tjetër, që mund kujtohet për Shqipërinë një herë 6-7 muaj, që janë oligarkët vendas. Janë ata që i kenë në paradhomat e pushtetit, janë ata që shkruajnë ligjet. Dhe mua nganjëherë më duket kjo, si thua, mbi theksimi i një personazhi si një mënyrë për të mos përmendur fare të gjitha tjerë. Unë ta thash, unë jam kritik i Sorosit, e konsideroj oligark, mirë për nga ana tjetër, shpeshherë ata që merren me politikë në Shqipëri kanë nevojë për të justifikuar zullumet. Herë zullumet e tyre, herë bashkëpunimet e tyre, njerë kanë qenë shok me njëri tjetrin, janë ndarë. Pra, nuk është një proces transparent politik, dhe mua më duket që ne duhet ta themi të vërtetën e plot dhe të gjithanshme. Po ta vesh re Sali Berishën, edhe ka këtë veti Sali Berisha që vërtet aq shumë për një gjë, saqë mua më duket sikur e bëm këtë për të mos përmend 9 apo 10 gjëra të tjera. Dje ne kemi mbajtur një tubim tek fusha përballë stadiumit Selman Stërmasi. Është një fushë aty ku ka pasur vit Dinamoja diku. Është dhënë leje ndërtimi për kull, do zhduket komplet si fushë. E ka thonë Edi Rama me KKT-n. Sali Berisha hesht, gjysmë fjalës ka thënë që Sali Berisha po të ketë interes politik, merret me thonjtë e gruas tënde. Po të ketë interes politik, mos merret njëri pa hyrë krevatë në dhomë. Për gjithçka. Kur vjen puna për të mbrojtur interesin publik kundër një oligarku, mbyll gojën dhe bën sikur s'ndodha asgjë. Pra Edi Rama e bën, Sali Berisha hesht në mënyrë komprometuese. Ky është sistemi politik i Shqipërisë. Tash ti, ju thatë disa herë nga që na kanë fryk. Që të thush na kanë fryk, do të thotë që ju po i rrezikoni pushtetin. A mendoni ju se forca juaj politike do të arrijë deri aty sa të rrezikojë pushtetin? Po. Ja ta them pse. Dhe si. E para, ne do kemi rezultat shumë të mirë këtë zgjedhje, dhe unë parashikoj që asnjë parti nuk do ketë 71 deputet. Duke mos pas asnjë parti 71 deputet, çdo majorancë nesërme ka përqen e brisht. Pra, edhe sikur Edi Rama të blej 2-3 deputet, sigurisht që nga Lëvizja Bashkë s'do arri kurrë, por nga partitë tjera, prapë ajo majorancë do jetë shumë e brisht. Edhe sikur të bëhet një qeveri teknike, një ujdi Rama Berisha. Se besoj. Është dhe ky si opsion. Nuk e besoj. Heqin qafe dhe spakun thon për hir të integrimit në Bashkimin Evropian, e quajnë qeveri teknike, por nuk e quajnë politike. E bëjnë kështu me personazhe që nduken nuk janë politik. Për hir të reformave të mëdha, edhe ajo do jetë një qeveri shumë e brisht. Dhe në kushtet ku Lëvizja Bashkë do ketë përfaqësi të rëndësishme në parlament dhe qeveria përballë ka për të qenë e brisht, hapi ynë tjetër ka për të qenë gjigant. Çfarë kuptoni Lëvizja Bashkë do të jetë e fuqishme në parlament? Çfarë shikoni? Sa mandate Unë nuk di të them se ju nuk keni bashkëpunim as me partitë e tjera të vogla? Jo, sepse kemi dyshime të forta për ndershmërinë e tyre, edhe për sinqeritetin e tyre. Partitë e tjera hedhin parat lumë në fushat. Unë ja të marr një shembull. Unë nuk kam bërë në jetën time një sponsorizim Facebook. Gjithçikushmëria ime në rrjetet sociale është organike. Nuk ka ngel parti politike pa hudh $10 mijëra në këtë fushat vetëm Facebook. Leri më të tjerat. Pse ku gjen ato para i Zotit? Megjithatë kur vjen puna do të vi puna ke numrat. Te numrat. Dhe pas diçka. Sa do të jenë numrat, parashikoni ju numrat e Lëvizjes Bashkë? Unë nuk ta jap dot me numër deputetësh, sepse varet shumë nga shpërndarja e votës në përqarqe. Pikërisht për këtë ta thash. Por, unë di të them që në qarqet e mëdha të vendit ne konkurrojmë seriozisht për zgjedh deputet. Në Tiranë, në Shumës, në qarqe tjera, nga Shkodra, Vlora, Korça, Elbasani, Durrësi, Fieri. Unë besoj që ne jemi jashtëzakonisht shumë konkurrues. Madje unë kam shpresë edhe në qarqe më të vogla, di pse? Sepse edhe në një qark si Dibra apo Kuksi, vërtet ka shumë pak deputet, 3 deputet apo 4. Mirë po, ka një diasporë shumë të madhe, dhe askush nuk e di si ka për të votu diaspora. Unë po marr shumë mesazhe mbështetëse nga diaspora. Unë e di. Paktën për diasporën Amerikë e di. Është i njëjti raport që është dhe këtu. Unë po të them, unë marr mbështetje në Shumës nga çdo vend i botës dhe nga çdo qark i Shqipërisë. Dhe po them, vota diasporës është një enigmë që askush nuk e di, të gjithë e shpresojnë, po askush nuk e di. Ajo që mund të them unë që ne sot në 2025 jemi disa herë më mirë se 2023 kur unë isha kandidat për kryetar bashkie i Tiranës dhe fitova rreth 5% votave. E shoh në rrugë. Dalim bashkë në rrugë, tani bëjmë një copë herë rrugë dhe shohim sa veta do mflasin, sa veta do i bien buris dhe sa veta do më. Po sigurisht që krijon një profil interesant. Po unë e krahasoj me veten time para një viti apo 2 vjetësh. Rritja është jashtëzakonshme. Dhe kjo ka për të dhënë rezultat pa diskutim. Megjithatë percepcioni është që fasha juaj e votuesve janë disa veteran nostalgjik të komunizmit dhe të Enver Hoxhës. Njëri si ju dhe partia ju që përfaqësoni të rinj, si mund jashtë shpresë dhe besim me një fashë të tillë votuesës? Dhe pyetja që kam, që duhet me përgjigjeni,
sinqerisht, si e shikoni komunizmin shqiptar dhe figurën e Enver Hoxhës? Ta nisim nga e para. Nga e para. Unë kam përvojë politike, se në rrugë gjithë ditën takoj njerëz. Dhe unë shoh që grupi moshor që ne na mbështet më shumë janë 30-40 vjeçarët. Familjet e reja. Po, quhen të ri. Sepse janë ata që kanë barrë më të madhe të përgjegjësisë. Janë ata që nuk shpërblehen sipas meritës, janë ata që nuk po arrin dot të rrisin fëmijët e tyre. Pastaj sigurisht edhe në brezat e tjerë moshor ne kemi mbështetje. Kemi edhe mes pensionistëve. Ne kemi organizuar 8 protesta me pensionistët. E disa interesant ka qenë fakti kur uleshim kafe me pensionistët mas protestës. Fillonte sherrri aty. Kur diskutohej për 90-91-shin, se gjysma ishin me atë kohë, gjysma ishin, pra mbaj mend i debat midis një ish minatori dhe ish oficeri, që ishin protest me ne, mbështetës tanë, e kështu me radhë. Edhe ziheshin për 90-91-shin dhe me njëri tjetrin. Se ish oficeri, sigurisht kishte një qëndrim më pozitiv për të shkuarën. Ish minatori Valiasi kishte qenë greve dhe kishte qenë protest me rrezubusin. Edhe filluan të debatojnë shumë fort me njëri tjetrin. Ama sot këta i bashkon lëvizja bashk. Pa edhe atë që ka qenë i persekutuar gjatë asaj kohe, dhe atë që ka qenë mbështetës i atij sistemi, nga që kanë hallet përbashkëta sot, dhe nga që shohin lëvizjen bashkë si transformuese të ekonomisë dhe politikës shqiptare, të dy i bashkon kjo gjë. Unë për sistemin e vjetër në Shqipëri kam i qëndrim kritik, thellësisht kritik, ka qenë diktaturë, ka qenë një diktaturë egër, ka shtypur njerëzit. Ore, ju ka detyruar njerëzve të vishen në një mënyrë apo të dëgjojnë një lloj muzike që sot është e pabesueshme. T'ia thuash një të riu që vjen njëri e thot do vishesh kështu, apo do dëgjosh këtë muzikë, ti thua si ka mundsi? Nuk e perceptojnë dot. Si ka mundsi, dakord? Por nga ana tjetër, ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë kontributin mbi fjalat partizanëve shqiptar gjatë luftës antifashiste nacionale çlimtare. Mendoj që ka qenë një luftë jashtëzakonisht pozitive për vendin, kuptimin se si e vendos Shqipërinë në arenën ndërkombëtare dhe se si e shiron vendin. Po ashtu, ne shohim me vlerësim përpjekjet e njerëzve thjesht të burr, kuptimin e rindërtimit të vendit, ata të rinj që kontribonin edhe hidhin djersën e kurudh. Unë i vlerësoj ata. Unë i vlerësoj sepse kanë kontribuar për vendin e tyre dhe nuk justifikoj dot ata që pastaj thoshin me që janë bërë këto gjëra. Jam dakord. Para 90-s, hajde ti presim drunjtë dhe të shkatërrojmë gjithçka. Me kanalizimet e kishin perfekte, jam dakord. E vlerësoj bie fjala arritjet në arsim. Po ti vemi arritjet në arsim. Shkatërrimi i ushtrisë, jam dakord me kanalizimet. Por ai regjim padyshim diktatorial, i egër, diktatorial. Unë me një stresat privilegjuar krijoi. Me një fjalë për shkruaj komunizmin, kur vjen nga Peqini, dhe poshtë që vjen për në Elbasan, poshtë ke metalurgjikun. Ajo gërmadhe metalurgjikut, një gërmadh ndryshku, tregon se është krim, domethënë që është aty e ke miliona lekë, gjak, djersë është derdh aty. Kjo është efekti i diktaturës, pra, që nuk kupton si reagon shoqëria. Nuk, domethënë, ka një ide në kokë dhe thot, kjo ide do realizohet me çdo kusht. Por në moment që mungon demokracia, në moment që mungon feedbacku, si thoni ju nga Amerika, ti vazhdon me atë projekt të marr derisa të mbyt, po tuvëzimi, fillim viteve 80. Tash domethënë ju nuk i numëroni asnjë të mirë atij sistemi politik. Po ta thash pra, përveç arritjeve në arsim, se ke pas arritje në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në shëndetësi, por ama ne në themel jemi kritik të fortë, edhe nuk duam të kemi asnjë gjë të bëjmë me atë regjim diktatorial shqiptar. Jashtëzakonisht kritik. Jashtëzakonisht kritik. Ka bërë shumë dëme, ka ndërtuar një diktaturë të egër dhe të egër edhe për më shumë kohë nga që pranonte historia, se mos harroni, ne mbetëm një regjim stalinist deri në fund. Qofse vendet e tjera në vitet 56 u reformuan, po ishte ndryshe Çekoslovakia, ishte ndryshe Hungaria. Ne mbetëm në si thua si Bashkimi Sovjetik vitet e 30. Pra një si thua shtrëngim i jashtëzakonshëm. Ishte diktatura më e egër në Europën komuniste. Sa që unë në librin tim që kam shkruajtur që Europa lindore duke parajs para ferrit shqiptar. Dhe kjo është e vërtetë. Mund të jetë ndoshta diçka e ngjashme me Rumaninë, se dhe ajo pati një përvojë. Rumania kishte një dalje jashtë, njerëzit çik më ndryshe në Bullgari dilshin në vendet. Po paktën pas 56-s, pas Trushovit, në Shqipëri vërtet ka qenë diktatura më e egër. Për të ardhur ke dy ato që përballen sot në politik, Rama dhe Berisha. Si do ta përshkruani Berishën në këto 30 vjet politik dhe si do ta përshkruani Ramën dhe a kanë pas të mira dhe kush kanë qenë këqijat që kanë pas? Ta nis me Berishën, me që është më i vjetër në politikë. Nëse duhet ta përkufizoj me një fjali Sali Berishën, do thosha që është shumë i etur për pushtet dhe për pasojë për para.
për Edi Ramën do thosha të na sjelltën. Është shumë jetur për para e për pasoj për pushtet. Mi për në thelb janë e njëjta gjë. I kanë bërë shumë dëm vendit tonë. Jashtëzakonisht dëm. Na kanë lënë paralizuar shumë nga potencialet tona. Kanë bërë realisht potenciale nuk flas natyrore, njerëzore. Edhe njerëzore i kemi, sepse ti sheh kur shqiptarët punojnë edhe studiojnë perëndim dalin mirë. Po, e vërtetë. Dalin mirë. Që do të thotë, nuk kemi ndonjë gjë defektoze ne vet. Janë marrëdhëniet politike dhe sociale ato që na kanë lënë mbrapa. Ka Shqipëria sot, besoj në Evropë mund të jemi vendi i parë për numër emigrantësh raport me numrin e popullsisë në vend. Sigurisht ne jemi popull i vogël, kështu që nuk kemi 10 milionë emigrim. Emigrimi është problem. Por kaq shumë njerëz jashtë krahasuar me brenda, unë nuk besoj ta ketë një popull tjetër i Evropës. Nëpër botë mbase ka, por në Evropë nuk ka. Dhe kjo është shenjë vendi më i prapambetur, më i varfër, dështimit politik që lidhet në radh parë me këto dy emra, me Edi Ramën dhe me Sali Berishën. Dhe po ti numërosh me vite, numër vitesh që kanë qenë pushtet. Edi Rama u bë 12 vjet kryeministër, ndonse ministër ka që nga 98 mos gaboj. Ka shumë kohë në pushtet. Sali Berisha ka qenë 5 vjet plus 8, 13 vite president dhe kryeministër. Anë kanë bërë ndonjë gjë të mirë, tani varet si e përkufizojmë të mirën, se çdo qeveri shtronca rrugë. Edhe ai mund të thotë po, e bëra këtë rrugë. Rruga nuk ishte, u bë. Është gjë e mirë, por po mund të jetë gjë e mirë. Problemi është sa na ka kushtuar ajo rrugë. Se nëse është vjedhur edhe 20%, 30% e rrugës, që ajo çka un kam pa këtë muaj, kam lëviz, po thuaj që nga Tirana e poshtë gjithë Shqipërinë. Ajo çfarë un më ra në sy, qendrat e qyteteve janë megjithmen një punë shumë e mirë. Unë isha në Tepelen, edhe unë di se ka qenë Tepelena. Pastaj, po të krahasojmë dhe Tiranën këtu ku jemi ne. Nuk po më hy ke abuzimi që është bërë sa ka kushtuar, po hy nga ana estetike, dhe këtë e thënë dhe të hujtë, dhe në Amerikë, që e pëlqen Tiranën. Dhe mu ka duk në ryshe Shqipëria, jo për merit, nuk po e thënë këtu për ramën, por natyra mu duk më i bukur. Andoshta nga që 35 vjet përpara unë ne urrenim gjithçka nga që ishim të izoluar dhe natyrën, apo udhëtimet që bëjshin ishte ato rrugë të këqija, e të zeta autobuse u bëjshin të copës, kishte. Por ka një ndryshim dhe nuk është mirë që të mohojmë çdo gjë. Sepse duke mohuar çdo gjë do të vish dhe ti dhe do ta bëjnë dhe ty mohimin e do të ngelemi gjithmonë nga pika zero. Pra, janë bërë pesë gjëra, janë bërë gabime, janë bërë edhe krime ato, dhe krimet i kemi edhe me vrasje. Është ju po folni për Spakun, po ku është Grëdeci? Ku janë 4 vramët bulevard? Ku janë 97-a? Janë vrarë njerëz zotëri. Janë vrarë njerëz. Dhe si ky njeri ka fuqin, ose ky popull e lën të ketë fuqin, që ky pretendon të vi pushtet prap. 97-ën, këta PS dhe PD amnistuan, bën një ligj për amnistinë edhe ç'a ndodhi në 97-ën e groposën njëre për gjithmonë. Pra ma ke shumë drejt për këto krimet e tjera, Gërdeci, 20 janari, orë të gjitha këto duhen hetuar dhe gjithkush që është përgjegjës duhet dalë para gjyqit, nuk ka pikë në diskutimit. Po me që më folë për Tepelenës, unë jam i origjinë nga një fshalli Tepelenës, Gusmar. Edhe vajtëm Tepelen për fushat një ditë. Është truar ajo pedonali aty, është bukur fort e kështu me radhë, 10 veta me zi gjetëm në rrugë. Pra qendrat e qyteteve mund të jenë rregulluar, po janë pa njerëz. Dhe shtrohet pyetja pse janë pa njerëz, se ka dështuar bujqësia, se ka dështuar industria, modeli i zhvillimit ekonomik. Arlind. Na ngeli muzeu, po na ikën njerëzit. Merresh me politikë. Po. Duhet kuptojmë dhe një gjë. Sot ti unë kemi shumë lehtë flasim. Por kur e kemi shpatulla, nuk është aq e lehtë, se nëse kujton edhe Rama, kështu ta kur erdhi. Do ta çmontoj sistemin. Këtë që thoni dhe ju sot. Po si Rama ishte pjesë e sistemit. Rama nuk ishte pjesë. Ishte kryetar bashkie para se të vinte si kryeministër. Po pra po që edhe si kryetar bashkie ishte bashkëpunëtor i ndërtuesve dhe oligarkëve qyshherët. Tash ti edhe këto ndërtuesit na duan e hangër drejtë, se edhe Grenada. Po na duan ndërtues të ndershëm vëlla, jo njerëz që jam dakord. Shkatrojnë urbanistikën e qytetit. Ja po them unë një gjë. Saranda për shembull më dhimbti. Po të them se ishte ndërtuar, domethënë unë nuk jam kundër ndërtimit vëlla. Për ndërtim pa kritera. Unë po të marr që skrijon hapësirë. Për shembull, ka njerëz që kanë marrë gërmada, po i kanë kthyr në park, po them Fish City në Labinot. Ka fjalë sa dush njërën tjetrën, por është kthyr një park, nuk është thjesht vetëm biznes restorant. Shkoshive 2 kinemat më të mira të Republikës i ke në Fish City në Labinot. Ke teatrin më të mirë.
ke një sallë për takime, për koncert, ke gjithë atë park që luajnë fëmijët. Pra unë nuk jam kundër ndërtuesve vëlla, se ti nuk bëhesh dot ndërtues. Ti je eduku, ke ardhur deri këtu, me shku me i dhon mësim njerëzve. Ku do bëhet ndërtimi? Po. Dhe si do bëhet ndërtimi? A do Jam zhduket parku? Jam dakord, po ky do ruhet parku. Jam dakord, por ky ndërtim nuk e shkatarroi Rama. Ky u shkatarru se kishim një bisedë me Shabanin. Ky u shkatarru që me lejimin e parë të ardhjes se s'du të përdor të prurjeve të mëdha që erdhën nga gjithë Shqipëria në Tiranë, e në Bregdet dhe zaptun toka shtetërore, toka publike, toka dhe e shkatërrun strukturën. Tash si të bësh? Ti zotëri, jo, s'ka qenë nevojë. Dgjoj, se je studio. Jo, mbijetesë, Hammurabi thotë, kooperativat malore ka qenë tmerr. Si mund jetojnë edhe unë kam shku në Amerikë, por nuk kam shku me i zaptu tokën dikujt. Edhe shteti... Po shpërbë shteti o burr. Njerëz mbetën me kratë e tyre, çfarë do bënin? E lejun, mor zotëri, e lejun. Po e shkatrun pra shteti. E lejun zotëri. Jam dakord që e bën me qëllim. Shkatrun ushtrin, shkatrun shtetin, shkatrun nuk është ai fakiri që ka ndërtuar i shtëpi, po oligarku që ka zënë parkun oligarku. Qose ti për krah, palishmërin, nuk bëhet vonë mua je i vobegët as je i vobegët. Ka të vobegët edhe në Amerikë, ka të vobegët edhe në Angli, ka njerëz që flen jashtë ku do të bëhet. Problemi është këtu. Ligji nuk është abstrakt. Zotëri. Nëse ligji nuk i shërben shoqërisë, shoqëria te kalon ligjin o burr. Patjetër. Problemi është që ti lejove një precedent shumë të keq dhe po e pagu sot e kësaj dite dhe hajde shite ato që kanë zënë tokat, siç ishte rasti Astirit, prit, një minutë, rasti Astirit, ku dolën me huje me pse u legalizu gjysmë e Shqipërisë dhe nuk legalizohet gjysma tjetër, se ky është problemi. Sa i legalizohen, sa nuk i legalizohen. Legalizohet gjithë. Po, jam dakord. Dhe pronarët që kishin pronat, akoma s'ka marrë pronat, një ndërtoj jam dhe unë, akoma s'kan marrë pronat, akoma s'kan marrë kompensimin e pronave, dhe këto që erdhën me huj është qytetaria, ajo që thashun, duhet bësh ndërgjegjësim qytetar, këtë duhet bësh shoqëria civile. Sepse mund vesh atë unë hujt. Jo. Desha them atë. Ajo ka ndodhur, por atë nuk mund ta riparosh. Dhe tash çfarë do të bësh? Mbrenda kësaj e mbrojmë dot të parkun aty. Po, parkun. E mbrojmë dot, po këtë tjetrin, te stadiumi Dinamo. Po pse si mbrojmë atë? Po na e marrin dhe ato. Atë që po themun është që mbrenda kësaj katraure që u bë dhe nuk di si ç'ta bësh. Po atëherë u bë se s'ki shtet, tani bëhet për shtetin, është më keq. Bësh më keq sot se sot ke shtet dhe nuk flet. Që dojte ajo rruga doj. Ore po sot ti shkosh shife, ka Astiri. Po dëm shpërblem o zotri, rruga duhet, do dëm shpërblem. Pa i ka ndërtuar jetën aty. Dëm shpërblem me i tokë grabitur. Dëm shpërblem me i tokë grabitur. Me i tokë të grabitur, le të kanë ndërtuar zotri dhe tokë grabitur. A e diti ligjin e Hammurabit? 3 kolona e majnë shtetin. Prona, feja, besimi jo feja, prona, besimi dhe ligji. Pra, e drejta do vrasin gjysmën e njerëzve për një ligj abstrakt. Kur i thanë që hik për këtu dhe merr apartamentin, jo du si përfaqen që më kanë zonë. Për 30 vjet kanë bërë lek me biznesin kanë aty dhe kanë krijuar një Kandahar. Një Kandahar kanë krijuar. Po pse? Pra, kjo politik. Ato pallatet nuk janë Kandahar. Pallatet që janë ndërtuar me le nuk janë Kandahar aty. Estetikisht Kandahar janë. S'ka si park, s'ka si shkollë, s'ka si çerdhe. Është po se e kanë ndërtuar, e ka shkatërruar sistemin. Po e ka ndërtuar bashkë me burr. Sali Berisha me Edi Ramën. Ai kishte kryetarin e komunës, ky kishte kryetarin e bashkisë. Qose do të krahasosh tash se po futem kot. Qose do të krahasosh Tiranën e Sali Berishës me Tiranën e Edi Ramës, është si të krahasueshme me pa krahasueshmen. E ke parku rinia vite era shurr. Pa e di që s'do ketë më park rinia sa do bëjmë kull pastaj. Ku e diti? Po këtu kjo gjuhë tha edhe për parkun mbas teatrit Operës dhe u ndërtu. E njëjta gjë po bëhet tek Teatri Operës stadiumi Dinamo. Kam qenë dhe unë kundra. Atëre. Prit, një minutë. Kam qenë dhe unë kundra dhe të ndërtoj se ti e di shumë mirë në Amerikë bëhen që të ndërtoj se ajo ishte një llamarin, ajo ishte një turp. Ajo nuk. O e bëhet park aty o burr. Ata i lën vetë degradoj. Ajo duhet të degradoj. Jam dakord që është prish ajo është prish trashëgimia kulturore historike e Tiranës. Po kur unë shkova në Tepelen dhe e pash që bëqeu se kishte rujt portretin e vet. Dhe kishin bë bukur. Shkova në Pogradec, kishte po kishte një profil prap. Tirana jam dakord me ty, Tirana nuk di ç'ti bësh më. Ku e kemi? Po kush është fajtori për këtë? Se këto janë bë me ligj. Këto janë bë
kryesisht kur ka qenë Edi Rama kryetar bashkie dhe kryeminist. Tashi un po të them Sali Berisha ka bërë atë të parën, po, parku Rinia e gjitha këto tjerat, jam i sigurt. Jo, edhe liçeni si ke bë. Tashi po tani apo ndërtojnë pallatet e liçenit. Ka ana estetike, pallatet e liçenit, kullat e liçenit. Un kam 1000 vërejtje, po nga ana e Frymarrjes o vetëm estetike. Nga ana e Frymarrjes, Frymarrjes, po New Yorku s'ke ajër. Po New Yorku është qendra financiare e botës, Tirana është kryeqyteti i vendit më të varfër të Evropës. Nuk shek do diellin. Është qendra financiare e botës. Po jam dakord me vëlla. Nëse bëjmë do Tiranë, New York, se kemi kapacitet. Ore jam dakord me Arlin, nuk po të kishim qytet jetueshëm, se kemi. Se kemi vëlla. Koson kam një gërmadh tu tash dhe nuk ta lejo ligji se e kanë ardhur ato e kanë grabit. Dhe unë tash nuk më lejon ligji sepse duhet të tregojmë social, jo, ligji o forcë. Ato njerëz. Po ligji do të jetë i drejtë, para se fort. Po, drejt. Po, do të jetë i drejtë. Si s'është ligji i drejtë? Domethënë, ti thu për të varfër, për ato do të lejosh që çkelit ligji, të vija ai këtë po propozon ti sot, që të vit më marri mu tokën, më grabisi mu tokën, të ndërtoj ai dhe mu ti të mqisë se the këto nuk e prek se ky është. Ata t'japi një përgjigje, do më lejosh t'japi përgjigje. 30 sekonda një përgjigje. E vetja jam dakord me ty për Shëngjona, por e vetja jo. Ligji duhet bëhet ashtu siç është. Ato, se e kam ndjek atë, ato nuk i lan pa shtëpia. Nuk i lan pa shtëpia. I thanë do të shkoni këtu, jo nuk shkojmë atje se e dum shtëpinë këtu, e dum me kaj. Ose tjerë sot që nuk pranojnë me qenë nga shtëpia, e çfarë duhet bësh? Njerëz që ti jep modelin. Se ke ftu për të pyet apo? Jo, kjo masakra që është bë me pronat dhe shkatërrimi që është bë, strukturës, qyteteve, tokave, ti shive tokat. Unë jam dakord kundërën komplekse tash. Jashtë Tirana negateku. Por i ke ato që kanë ardhur, e kanë zaptu një shtëpi këtu, një shtëpi atje, le një shëmtir, por kanë shkatërruar dhe strukturën e tokës bujqësore më burr. Na bësh fjalë. Po, vazhdon, fal. Do të përgjigje me fjalët e një veprimtare amerikane të bredredhe punëtorëve të para 100 viteve. Emma Goldman quhej. Edhe Emma Goldman thoshte, kur një njeri thyen një xham, është krim. Ku 100.000 njerëz thyen xhama, është revolucion. Çfarë do të thonë? Që ku ka një masë të madhe njerëzish që kërkojnë diçka, nuk ka ligj që i përmban, se këta janë forcë madhore. Këta krijojnë kushtet për një ligjësi të re. Po ti e di si kjo është ajo, më lejo ta mbaroj. Kjo është ajo që ka ndodhur fillim viteve 90 në Shqipëri. Dakor? Që ka qenë në momentin që shteti u shpërbë, për arsye shumë komplekse, ajo ka qenë e pashmangshme. Prej atij momenti e tutje. Revolucioni quhet atë? Po më një lloj. Ai ishte revolucion. Ore një lloj përmbysje e madhe o burr. Jo, nuk ishte atë, nuk erdhi me përmbysje. Ore, po të jetë, një gjë Arlin, po të jetë për përmbysje ta lej, po nuk lejohet gabosh. Po të jetë për përmbysje, ata që erdhën zaptun tokat kur erdhi Saliu në 92-shin, me ligjin 7501, ata ishin votuar për Partinë e Punës, sepse ato që votuan Partinë e Punës, në 91-shin ishin pikërisht zonat, rurale, 3-4 qytete votuan për 7501-shin e miratoi Sali Berisha me Patosnano. Po. Sepse ata i përgjigjen një force madhore në shoqëri. Po them, pas kësaj force madhore, vim në vitet 2000, këtu shteti nis dhe konsolidohet. Mirë po, në vend që shteti konsoliduar të shërbej për të mirën e përbashkët, bëhet instrument duar dhe oligarkëve dhe gjithçka që ne po e shohim sot është rezultati i këtij shteti oligarkësh. Të po them, në thënjishin nuk e zhbëjmë dot më burr, sepse po ja pra 1 milion shqiptar u shpërngulën. Ku do i çosh? Nuk e zhbëjmë dot. Po se zhbëm dot. Ta mbulosh që thu ti. Po çfarë do i bësh? Si do e bësh? Çfarë do i bësh? Po do e bësh. Gjysma e popullsisë do i hap luftë, gjysma e popullsisë çfarë do bësh? Se ato gratë nosta oligarkut ke që bën. Gjysmën e popullsisë nuk e bëhet kundër gjysmës tjetër popullsisë apo? Po jo, se shteti është luftë civile. Po jo. Do bëjmë luftë civile tani. Nëse. Vazhdojmë. Tash vazhdojmë. Tash një pyetje kam. Se pa arrim fund se u bë. Mirë, na shkoi mirë me pasion. Shumë mirë, po tash un tash jam dakord, po këtu ke prona dhe ke drejta pronës, un them që fillon aja ti e din kushtetutën e Hammurabit në kodin romak, në kushtetutën amerikane drejta pronës është drejta jetës. Pra, kur tim ke marr pronën, tim ke marr jetën. Dhe këtë bankë këto që erdhën, dhe tash do t'i levatojmë. Edhe do t'i themi, ju lutem, a ka mundësi na hipni me kaq, me kaq? Dhe po t'ja kërkosh pronat që kanë lënë atje ku janë, vinë të vrasin. Tani, ta te kalojmë këtë ku gjysma e popullit lufton me gjysmën tjetër të popullit dhe përpiqemi të gjejmë urat e përbashkëtas. Le të themi që Edi Rama nuk i bën 71 mandate. Në qoftë se do të ketë nevojë për votat për mandatet e lëvizjes bashkë, a do t'ja hipni? Jo, kur. Po nëse Berisha do të... Jo, kur. Atëherë, si do ta bësh ndryshimin ti Arlin? Duke futur në krizë sistemin e vjetër.
dhe duke kërkuar mbështetjen e qytetarëve në këtë proces politik. Po mos ja ki merakun. Kushdo që dali pari, unë nuk e di kushdo dali pari në këto zgjedhje, nëse nuk ka shumicën, do blej ata që janë gati për të shitur. Dhe në spektrin politik Shqipëri, të vetmit njerëz që nuk shiten janë ata që përbëjnë lëvizjen bashkë. Dhe qofse në parlamentin e ardhshëm ka për të qenë vetëm Sali Berisha, Edi Rama dhe lëvizja bashkë, këtu të them që ata do bëjnë ujdi me njëri tjetrin. Do bëjnë një qeveri teknike, edhe do hedhin lumin. Duket sikur jo, nuk flas për kapacitetin e tyre, po jepni fuqi vetes kur nuk mendoj që e keni atë fuqi që të vënë në krizë parlamentin, të detyroni. Domethënë është numra, në fund vim ke numrat. Numrat parashikoni që merrni 40 dhe qëndrueshëm. Parashikoni që merrni 40 mandate? Unë nuk bëj parashikime me numra, po unë po të them që në qofse deputetët tanë do janë të vetmit të mundshëm që mund të krijojnë shumicë, nuk kanë për ta krijuar shumicën. Këtë pa diskutim. Okej. Qofse do ketë tjerë përveç nes, ata do shiten e do blihen. Ky është parashikimi im. Okej. Por nëse kjo ndodh, prit, nuk të kemi ashloje sepse sistemi që do krijohet pastaj do jetë akoma dhe më pak legjitim, akoma dhe më pak i pisët në sytë e qytetarëve dhe qytetarët do të na bashkojnë aksionin tonë në parlament dhe jashtë parlamentit. Ky cikël krizash i ka ndiku për mirë Shqipërisë, se kemi eksperiencën apo për keq? Kemi shku më keq me këtë cikël krizash apo më mirë? Po një qeveri e keqe duhet të ecim një proces normal. Sepse po me këtë normalizimin e vjedhjes jo të vjedhjes. Një gjë tash. Dhe mos harro diçka. Institucionet e shtetit tash funksionojnë. Janë dënu funksionar të lartë shtetit, Po ka dhe shumë tjerë. Tregoj që drejtësia që duhet dënohen. Ka dhe shumë tjerë që duhet dënohen. Po profesorët janë duke bërë fushat. Dyshja e famshme është duke bërë fushat Edi Rama dhe Sali Berisha. Janë liri plot. Po tjetër për mua, atëherë duhet procedohen, atëherë vim ka që thatë jo, çfarë? Për mua duhet procedohen çka qenë prej fillimit 92-shit në pushtet, ti merren pasuritë se i dinë gjithë njerëzit i kanë. Po hetohen patjetër, pa diskutim. I ke gjithë në dogana që kanë punuar gjithë se këto edhe nuk e mçefin. Këto janë aq budallë sa që nuk dinë vetëm mçefin. Sepse janë vanitoz, njerëz që kanë komplekse kalumës dhe duan të paraqiten me si ato gangsterët e 90-s me zinxhir Florini e me xhupa të zi. Prandaj po them, jam dakord me ty. Duhet drejtësi, pa diskutim. Por në anën tjetër unë mendoj që ka filluar një proces drejtësie. Dhe këtë e ka leju ky pushtet, pra, jo se e ka leju se ka pas dëshirë, por u bë një reformë drejtësi. I është imponu nga jashtë. Ose është imponu si dush, por po lëviz. Kurse përpara ty nuk të lete me kap rojën e derës. Pra, sepse faktori ndërkombëtar në ato vite, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka bërë shumë presion. Dhe reformën drejtësie kanë votuar 100% të gjithë. I vun rresht. I vun rresht. E tani thori është merita ime, është merita jote. Jo, erdhëm nga jashtë e bën. Tash ti unë nuk kënaqja me bisedën, pavarësisht se bërtitëm pa. Jam mësuar. Por nëse keni ndonjë mesazh për të drejtuar votuesve, ja ku e ke kamerën. Unë nuk e kam zakon që t'ju kërkoj votën kështu drejt për drejt, ju them votoni për lëvizjen bashkë, po dua t'ju kërkoj, të nderuar bashkëqytetar, që të mendoni shumë përpara se të votoni. Të mendoni për të mirën tuaj, jo sot për nesër, por për të mirën tuaj afatgjat, për të mirën afatgjat familjes tuaj, të komunitetit tuaj, të vendit tuaj. Të votoni me ndërgjegje, të votoni për njerëz ndershëm dhe për njerëz me kapacitet. Dhe besoj që nëse bëhet kjo gjë, shumë prej jush kanë përzgjedhur lëvizjen bashkë. Arlin Qori, faleminderit. Besoj nuk do të jetë hera e fundit. Me kënaqësi. Faleminderit për ju për ardhin në podcastin Ngjyra me Syçin. Faleminderit.